të Bashkisë së Dropullit do të kenë mundësinë për të zgjedhur më 14 maj në 37 qendra votimi drejtuesin e ri të kësaj njësie vendore. Banor nga të tre njësitë administrative që janë në jurisdiksionin territorial të Bashkisë Dropull, Dropulli Poshtëm, Dropulli Sipër dhe Pogon, shprehin mendimin për situatën e infrastrukturës për shërbimet publike gjatë mandatit 2019-2023, si dhe propozimet e tyre për mandatin e ardhshëm. Për herë të parë kemi parë këto vitet e fundit që bëhen shumë investime, edhe këtu në fshatin Dervician, na sollën ujin që nuk kishim ujë. Unë në fakt në shtëpinë tonë vendosnim një pomë dhe prisnim të merrnim pak ujë, edhe e kishim bezdi çdo ditë, erdhi uji dhe jam shumë e kënaqur deri tani. Këto investime që bën ti mbarojnë të sakta. Dritat që na priten çdo sekond është edhe ky një problem që duhet të rregulluar, edhe sidomos këtu në Dervician nuk kanë bërë asnjë investim në linjat qendrore të dritave. Nuk e di si është problemi, po duhet rregulluar se për një shitje të bjeri priten dritat. Është një problem. Janë rrugët e fshatit, janë edhe këto dritat për të ashtu, edhe po i bën, edhe po jasu, me asfalt edhe me plaka. I ka bërë, është njeri shumë i përgatitur. Qeveria ka dhënë shumë lekë në Dropull për të investuar dhe janë bërë shumë vepra, si të them. 4 vitet e ardhshme qeveria të na ndihmoj prapë, siç na ka ndihmuar, edhe duhet të rregullojmë dritat e para. Edhe uji është duke përfunduar 24 orë. Ka punë për të bërë akoma shumë në Dropull. Investime janë bërë shumë, edhe i vetmi që ka bërë investime është ky kryetar që është aktual deri tani, na ka rregulluar rrugët, bulevardin këtu, na ka sjell ujin 24 orë, dritat komplet, vetëm këtë ashtu më tepër të bëj investime për vitin, për këtë periudhën tjetër, të bëj investime në infrastrukturën, kërkojnë investime për zirat, se vemi për një shkres vemi të marrim në Jurgucat. Zirat ishin këtu, den Babaden, pse na i hoqin. Në krahasim me vitet e tjera jemi shumë më lart. Edhe presim akoma që të bëhen akoma vepra në të gjitha fshatrat e Dropullit. Për të ardhmen duhet të punuar siç ka punuar edhe do punoj akoma më shumë ky kryetari i bashkisë, për ata që të rinj që janë edhe kanë mbetur këtu, të jepet një mundësi, domethënë që të punojnë sa më shumë edhe të jenë të rinj këtu, të mos ikin, të mos largohen në vendet e huaja. Unë jam nga Pogoni, nga fshati Shkore. Jam bërë investimet në Pogon, por Pogoni duhet investime më të rënda. Të ketë një zhvillim më të mirë në Pogon, se njerëzit vinë, kanë bërë shtëpi, i kanë restauruar të gjitha shtëpitë, ka fillimi dhe e duan Pogonin. Po duhet të bëjnë veprat më të mira. Kemi probleme me ujin, për shembull në fshatin Polçan. Duhet të bëhet linja të reja. Me energjinë elektrike duhet linjat të ndërrohen për së pari, se janë që nga koha e komunizmit. Dhe kemi në dimër, kemi problem shumë të madh. Në Komisionin Zgjedhor Zonal numër 82 janë regjistruar 3 kandidat për kryetar bashkie. Përkatësisht, zoti Dimitrak Toli nga Partia Socialiste, zoti Thanas Maneka nga koalicioni Bashkë Fitojmë, si dhe zoti Kosta Garo nga Partia Nisma Thurje. Gjithashtu, kandidojnë 8 subjekte elektorale për Këshillin e Bashkisë. Kryetarin e detyrë zoti Dimitrak Toli, i cili kërkon një mandat të ri me siglin e Partisë Socialiste, pretendon të vazhdojë investimet e nisura, pasi sipas tij, në këto 4 vjet janë hedhur themelet e zhvillimit në Bashkinë e Dropullit. Prioritet kryesor për mandatin e dytë mbetet përfundimi i rrugës së Pogonit dhe rrjetet e brendshme të ujësjellësit në të gjitha fshatrat. Veprat që janë bërë këtë mandat janë të shumta. Unë dua të filloj nga vepra ime parë që është rruga që të çon te kisha e Shënmërisë në Peshkpinë e Sipërmi, është një vepër nga më të rëndësishme për zonën e Rrezës që kemi. Veprat pastaj në Bashkinë e Dropullit nuk kanë pushuar asnjë ditë,
që kaluam ditë të vështira. Vepra kryesore që është bërë dhe po është në zhvillim është ujësjellsi në 12 fshatra që 90% janë finalizuar, janë mbaruar punimet. Janë 6 fshatra që janë dorëzuar projekte dhe presim të fillojnë investimet, janë fshatrat e Rëzës së Zezë plus fshati Poliçan. Edhe presim problemi kryesor që kemi neve është rruga e Pogonit. Po dhe rruga e Pogonit ka marrë rrugën e saj, mund të them, për të mbyllur si plag e Pogonit. Se pjesën deri në su e ka nisur Bashkia e Liboovës edhe me Ajksadi kanë filluar punimet, edhe pjesa që na mbetet neve deri në Poliçan do mbaroj shumë shpejt. Ne këto ditë fillon rruga e pjesës Sopikut me Poliçanit, që është rreth 5.8 kilometra, që është tenderuar dhe firma fituese ka firmosur kontratën dhe presim të fillojë zbatimi, që është dhe kjo një premtim i mbajtur nga ana ime si kryetar bashkie për Pogonin. 6 kilometra 5.8 është Sopik Poliçan, 2 kilometra janë bërë te rruga nga Sua deri në Selç, 1 kilometro i gjysëm është bërë prap nga pjesa e Hlomo Çatistër dhe ne jemi në vazhdim. Do me thënë, ne kemi bërë në Pogon atë që nuk është bërë 30 vitet e fundit. Bashkia Dropull në total ka fituar 1.700.000 euro projekte ndërkufitare. Një nga të cilat projekti më i rëndësishëm është Qendra e Kulturës së Dervicianit, që është drejt mbarimit. Projekt tjetër është shkolla e parë e Goranxhis, që është mbaruar dhe po bëhet një muze etnografik. Është drejt mbarimit edhe shkolla e Grapshit, që do bëhet muzeu i Djathit. Është projekt që jemi në bashkëpunim me Muzeun e Djathit të Janinës, që restaurimi i shkollës po bëhet me donator. Shkolla e mesme e Bashkuar për Lerat është një investim i qeverisë shqiptare, një investim që kryeministri Rama na e mundsoi dhe unë dua ta falenderoj edhe një herë për këtë investim. Është drejt mbarimit shkolla e mesme Bularat dhe bëhet një shkollë moderne si në gjithë Shqipërinë, si në gjithë Evropën, që janë shkollat moderne me të gjitha parametrat, me ngrohje, me ftohje, me çdo gjë. Plus te ajo shkolla kemi shtuar dhe një kopsh që nuk kemi pasur. Kemi pas një kopsh me shumë mangësi. Politikat e bashkisë për shtresat në nevojë kanë qenë dhe janë, mund të them, shumë më mirë nga çfarë ishin 4 vitet më përpara. Sot që flasim, bashkia ndihmon mbi 100 veta me ndihmën që kemi mundësi. Në periudhën e pandemisë ishim në çdo shtëpi edhe në krah të çdo të moshuari. Në periudhën e pandemisë ne kemi mundësuar një organizim për të sjellë ilaçet, se të moshuarit dhe njerëzit tanë ilaçet i marrin të gjithë në Greqi. U mbyllën kufijt, u mbyllën të gjitha, e dini shumë mirë të gjithë, ne mundësuam, organizuam me faktor nga Greqia, nga bashkia, që mblidhnim të gjitha ilaçet dhe kemi çuar shtëpi më shtëpi çdo të moshuarit në Dropull dhe në Pogon. Mund të përmendni disa nga investimet që juve mendoni se do t'i arrini në mandatin e ardhshëm? Investimi kryesor që në mandatin e ardhshëm është rruga e Pogonit, që rruga e Pogonit do mbyllet brenda vitit që vjen.
se na e ka premtuar edhe kryeministri, edhe ministrja dhe ka marrë rrugën e dur. Do me thënë ecim për para, nuk bëjmë brapa, edhe rruga e Pogonit është një nga problemet që ka Bashkia e Dropullit dhe morin rrugën e dur për të zgjidhur. Investimet e tjera janë të mbyllim fshatrat me ujësjellse, që është mundësi dhe shumë shpejt do fillojnë fshatrat e Rëzës dhe Poliçani dhe pastaj do vazhdojnë me fshatrat e tjera. Problem tjetër për Bashkinë e Dropullit janë të gjitha shkollat ose të gjitha objektet që kishim që janë të rënuara. Ne kemi mundësuar të bëjmë, do me thënë, shtëpinë e kulturës të fshatit Vraku Goranzi, shtëpinë e kulturës të fshatit Peshpi e Sipërmi, shtëpinë e kulturës të Derviciani po bëhet me projekt. Kemi radatin tani që mundësojmë të bëjmë edhe Frashtani. Edhe të gjitha me radhë me punën e bashkisë, me punonjësit e bashkisë, edhe me materiale. Mesazhi për votuesit e mi është që Bashkia e Dropullit tashmë ka themele dhe këto themele duhet të vazhdojnë dhe të ndërtohen. Edhe unë kërkoj votën e gjithë Dropullitëve, të gjithë Pogonitëve për të vazhduar, për të ecur përpara. Ky është mesazhi im, më votoni që të vazhdojmë këto punë që kemi nisur. Projektet që kemi nisur ti mbarojmë dhe të ketë një vazhdimsi, se Bashkia e Dropullit tashmë ka themele. Mbështetje Partisë Socialiste dhe kryetarit të Bashkisë së Dropullit për të vazhduar punën në Bashkinë e Dropullit. Kandidati i koalicionit Bashkë Fitojmë, zoti Thanas Maneka, mendon se Dropulli ka nevojë për një ristrukturim të përgjithshëm në infrastrukturë dhe në mentalitetin e drejtimit të bashkisë. Për periudhën 19-23 nuk kanë përshtypje të mira, sepse ishte një kandidat, nuk u bë asnjë diskutim, edhe shiko, për mendimin tim ishte gabim ky. Se nuk është demokratik të ketë një njeri vetëm. Sepse nuk jep mundësi që të shpall të thot mendimin e vetë. Çfarë mund të bëj? Sa për investimet që janë bërë, si shumë parash mund jenë të mëdha. Si punë ose si produkt, mund të themi që është e njëjta, nuk ka asnjë ndryshim. Bilen në disa ashtu raste, mund të them që mund të ishte edhe më keq. Për shumë, fjala vjen u bë ujësjellsi lart në fshatat e Dropullit të Sipër. U dhan disa para. Çfarë u bë? Cili është rezultati? Fshatrat pa ujë, bëdit të tëra. Probleme, pse? Sepse janë bërë jo punime të mira, të sakta, ose nuk është bërë kontrolli i mirë. Atje, parat u dhan, rezultati nuk ishi dobishëm për njerëzit. Ky është programi, që njerëzit mos braktisin vëndin, të mos ikin, mos vëndi të shuhet. Ati është problemin kryesor. Edhe për të duhet që ata njerëz që janë këtu tani, të krijojmë kushtet e tilla normale që të jetojnë, të kenë ujë, drejt, rrugë. Edhe duke u krijuar këto kushte, të paktën të ngelin këta që janë, edhe avash pastaj të mund të vinë edhe njerëz të tjerë. Se për ndryshe, për një periudhë të shkurtër, s'do ketë më vend. Qëndrimi i njerëzve në vendin është edhe të ketë edhe doktor, të kenë edhe ndihës mjek. Çdo fshat duhet të vetë të shkojë ndihës mjeku që të ndihmojë njerëzit, që ata të ndjehen që kanë një siguri. Të ndjenjë që shteti ose pushteti lokal është afër atyre. Shiko, kryetari i bashkisë do të jetë njeriu më i afërt pas familjes tek njerëzit. Ati është qëllimi jon. Edhe këtë do të arrijmë. Tani për bujqësinë. Ne për bujqësinë, ata që mirën me bujqësi, prodhuesi tani, për koston e vaditjes. 30% do t'ju paguaj nga buxheti i bashkisë.
edhe për kullotat që kopet farmeret i marrin me qira nga bashkia, prap do të kenë 30% më ullit çmimin e kullotave, që të pak të ndihmojmë, që avash të futën në punë edhe njerëz të tjerë. Në aspekt në zhvillim të turizmit, ne kemi këtë, që të krijojmë dhoma të përshtatshme që të vinë njerëzit edhe të shikojnë bukurit tona, bukurit natyrore edhe ato që kemi të tjera historike. Ne tek infrastruktura do bëjmë vetëm ndryshime të brendshme. Vetëm këto do bëjmë më shumë. Edhe do gjejmë njerëzit më të përshtatshëm në vendet që duhen. Që të shërbëjmë sa më shumë, sa më mirë popullit. Shikoj, ujësjellësi është një problem i madh. Është një nga problemet më të mëdha. Këtu gjërat ngatërojnë çik. Hyn shteti, hyn njerëz të tjerë, është një çik e ngatuar. Këtu unë do vetet tek njerëzit, në popull. Do them që kjo është gjendja. Se sa din populli nuk din të tjerët. Cilat zona mendoni ju se mund të kenë zhvillim më të madh sipas programit tuaj, nëse shpalleni fitues në bashkinë e tonë? Fillimisht do fillojmë me Dervicianin. Është kryeqyteti i zonës sonë. Është shtati kryesor. Atje ka njerëz që duan të rinë. Është zbrazur Derviciani. Derviciani para 4 vjetësh ishte i mbushur, tani është bosh. Pse është bosh? Se njerëzit kanë ikur. Se nuk kanë veprimtari ekonomike. Ne këtë do bëjmë. Të ata të kenë një veprimtari ekonomike. Atje do fillojnë. Fillimisht. Edhe pastaj duke parë kemi edhe Pogonin. Pogoni është nga vendet më të bukura. Është boshatisur, s'ka njerëz fare. Edhe atje do me programe që kemi do fillojmë zhvillimin e zonës. Ne për të moshuarit, që për nevojat, e para që kemi do u sigurojmë drut e zjarit për dimër. Edhe do sigurojmë gjithë sasin që duhen për gjithimin. Edhe një pjesë e kostos do të ambulojmë ne. Do të jenë në gjysëm e çmimit që është në treg. Do kërkojnë 2 metro katror, një do paguajnë. Sa përket grupeve folklorike që aktivizohen në bashkinë e popullit të Pogonit, çfarë keni programuar do t'i mbështesni? Jo vetëm do i mbështesim, jo vetëm moralisht, do i mbështesim edhe ekonomikisht. Shiko, tradita është gjë e madhe. Ne jemi, për shembull, i vetmi zonë që kemi mbajtur traditën e polifonisë. Ajo vjen nga koha e Omirit. Edhe tek ne zhvillohet. Këtë ne do ta zhvillojmë edhe me tej. Duke dhënë edhe ndihmë ekonomike. Neve duan na votojnë se ne do bëjmë ndryshimin. Nuk do ketë asnjë lidhje me këtë që shikojnë tani. Ne do jemi diçka tjetër. Diçka evropiane, e hapur me njerëzit. Kurse kandidati i Partisë Dispathurje, zoti Kosta Garo, mendon se duhet ndërpritet menjëherë kurja demografike në 41 fshatrat e Bashkisë së Dropullit. Sa i përket kandidimit tim me nismën thurje, është një marrje përgjegjësie nga ana ime ndaj votuesve, pasi të gjithë e dinë që unë kam qenë i angazhuar, jam një person i angazhuar, dhe duke dëgjuar thirrjen e bashkëqytetarëve të mi të Dropullit, kam vendosur të marrë përgjegjësinë që për 4 vjeçarin e ardhshëm të kandidoj dhe të udhëheq Bashkinë e Dropullit. Sa i përket 4 vjeçarit të kaluar, duhet të pranojmë që janë bërë gjëra, siç janë bërë edhe në të shkuarën. Por nuk mjafton. Nuk mjafton pasi Bashkia e Dropull, si një bashki minoritare, e përbër në tërsinë e saj nga një komunitet që i përket minoritetit etnik grek, në këtë moment ndodhet në momentet e saj më të vështira, sa i përket braktisjes
nga pjesa më vitale e komunitetit që e përbën atë. Kemi arritur në një fazë të tillë që mendojmë se kemi arritur në fund dhe duen masa të thella, duen veprime shumë të forta, radikale, të cilat ta kthejnë në të mirën tonë këtë situatë. Juve çfarë propozoni? Ne çfarë propozojmë? E para e punës është një administrim perfekt i gjithë situacionit, i gjithë fondeve të cilat akordohen për këtë bashki. E dyta, krijimin e kushteve optimale për personat që janë të interesuar të investojnë në këtë komunitet, në këtë hapësirë. E treta, propozojmë që thithja e fondeve, edhe nga qeveria shqiptare, edhe nga komuniteti evropian, dhe nga aktorë të tjerë, duhet të jetë në maksimumin e vetë. Pra, në këtë nisëm që ne po marrim, nuk na tepron askush. Ne i ftojmë të gjithë faktorët që të kontribuojnë në këtë pjesë që neve që arrim duke mundur të bëjmë realitet rijetëzimin, rivitalizimin e jetës në Dropull. Të tre kandidatët për kryetar bashkie në Dropull kanë programuar gjatë fushatës elektorale takime me emigrantët në disa qytete të Greqisë.